Dianta Ramaj do të përfaqësojë Kosovën në nëntor. Këto janë raportimet e fundit nga Kosova që tregojnë se për herë të parë do të ftohet nga Dardanët. Ramaj do të ndryshojë kështu përfaqësuese pasi deri tani kishte luajtur vetëm me moshat e Gjermanisë. 24 vjeçari kishte lënë pezull kombëtaren shqiptare dhe Kosovën më parë, ndërsa kishte deklaruar se pret ftesën nga ekipi i parë i Gjermanisë. Një ftesë që nuk i shkoi kurrë dhe duket se tashmë është dorëzuar. Kosova ndërkohë do të vjonte të mbledhte lojtar të spikatur duke i bindur të ndrojnë përfaqësuesen. Aktualisht është i huazuar te Heidenheimi në Gjermani. Kartonin e Diante Ramaj e zotëron Borussia Dortmundit.